Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi lidhur me lajmin për ndërhyrjen e paligjshme në disa adresa emailësh të prokurorëve të SPAK-ut, duke hedhur dyshime mbi natyrën e këtij hakerimi. Në një deklaratë për mediat, Berisha thotë se ngjarja e kujton kohën kur sipas tij dosjet kalonin fillimisht në Partinë Socialiste përpara se të mbërrinin në gjykatë. A është hakerim apo vet hakerim nuk e di. Të dhënat po merren dhe manipulohen. Mund të kemi një luftë të brendshme mes klaneve mafioze të Partisë Socialiste. Po e përdorin këtë situatë për të sulmuar njëri tjetrin, u shpreh Berisha. Berisha deklaron se hakerimin e kompjuterëve të SPAK-ut duan t'ia faturojnë Fatmir Xhafës. Po, duan t'ia faturojnë Fatmir Xhafës. Nuk e dim nëse këto të dhëna janë hakeruar apo vet hakeruar, por po shfrytëzohen për qëllime të caktuara, thotë ai. Berisha gjithashtu përmend një luftë të mundshme mes klaneve brenda Partisë Socialiste, duke përfshirë figurat njohura të kësaj partie. Ndërkohë, hetimet për këtë ndërhyrje në emailët e prokurorëve të SPAK-ut po vijojnë, me autoritetet që kanë arrestuar 2 persona të dyshuar për sulmin kibernetik. U kthye koha kur dosjet para se të shkonin në gjykatë shkonin në Partinë Socialiste. Para shumë vitesh dosja para se të shkonte në gjykatë shkonte në PS, tani hakerohet. A është hakerim apo vet hakerim nuk e di. Të dhënat po merren e manipulohen, mund të ketë një luftë të brendshme mes klaneve mafioze të PS-s. Grupi armiqësor Xhafa Pastori Bushka 2-3 të tjerë. Më shëmbullen si historia e statuseve të Erion Veliajt. Statuset i shkruante Rama dhe përgjigjen ja jepte SPAK-u Veliajt. Këtë hakerimin duan t'ia faturojnë Fatmir Xhafës. Ato janë hakeruar apo vet hakeruar nuk e marrin vesh, por kjo po përdoret. Fatmirit po i vin rrotull dhe po e akuzojnë se ka hakeruar, thot Berisha.